Edhe i Stogut ka lind njerëzit më të njohur në botë në mënyrë absolute që quhet Nikit Dardani. Nikit Dardani, për kush nuk e din, është mes tjerave kompozitori i Te Deum. Te Deum është muzika e shenjtë e cila luhet në gjithë katedralet e botës për çdo ditë të diel. Imagjinojmë rëndësinë e Nikit Dardanit. Dardant që janë paraardhësit e kosovarëve të sotëm, dhe kjo është tashmë vërtetuar jo vetëm historikisht përmes historianëve kudo në botë, por dhe gjenetikisht. Dardant kanë qenë ato që i kanë dhënë qytetënimin Evropës, kontinentit tonë. Enea ishte ai që themeloi Romen, nipat dhe shtërnipat e tij sigurisht ishte një Dardan. Ishte një Dardan ai që qytetënoi Evropën, që quhej Konstantini i Madh, djali një shenjtje shqiptare që quhej Shenelena, djali i një perandori tjetër roman, që ishte dhe ai vetë perandor, dhe 3 fëmijët e tij u ban perandor, dhe themeloi Konstantinopolin, Stambollin e sotëm. E themeloi sepse donte t'i jepte ilirëve, dardanëve një kryeqytet të tyrin, dhe e bëri pikrisht midis 2 kontinenteve, ku sot quhet dhe ngushtisa e Dardaneleve, nga emri vjetër i kosovarëve. Ne kemi shumë histori, jemi në themel të kontinentit tonë, jemi dyshemeja, themeli, jemi fillimi, gjeneza. Gjua Shqipe është gjua malash të kontinentit tonë dhe këtë përthojnë akademit evropiane. Shumë shpejt kemi një projekt në dorë dhe do i kërkojmë që të shkruhet në librin e shenjtë të UNESCO-s si pasuri botërore e njerëzimit gjua jonë Shqipe. Ju keni fat lumsin këtu në këtë zonë që flitni gjuhën geg. Gjua geg është gjuha thelb e gjuhëve evropiane. Është e vetmja gjuhë në Evropë që ka mbi 3000 fjalë një rrokshe. Dhe fjalët një rrokshe tregojnë gjenezë, tregojnë fillim, tregojnë ato hapat e parë të njerëzimit kur flitte me rrokje, me tinguj, si shflet një fëmijë për herë të parë. Gjitha gjuhë tjera që janë përbame nga këto silabi që i quajnë italian, që janë këto rrokje dhe kanë ba fjalët moderne sotme që përdoren kudo në Evropë. Ju keni një shans tjetër që këtu afër në Vojvodin, afër Kret nuk është, por në Vojvodin ka jetu një shenjtë shqiptare dhe ka lënë gjithë veten e saj për të shërbyer njerëzimit, për të shërbyer dardanëve të asaj kohe, sepse deri në Vojvodin ishin dardanë. Dhe ajo quhej Shën Angelina, ishte motra Donika Arianiti Kastrioti, ishte një shqiptare Den Babaden, vajza e Gjergj Arianitit. Sot e kanë shenjtë serb, sepse ne braktisëm. Ato e quajnë Majka Angelina, le ta quajnë si dojnë. Ajo është Angelina shenjtë shqiptare, vajza Beratit dhe vajza e shqiptarisë. Pra na i duhet i majmë fort shenjtë dhe njerëz tanë famshëm. Njerëz tonë që kanë dhënë gjithçka për kombin tonë, siç është heroi jon kombëtar. Sot diabolikët po mundohet na shesin Miloševićin për shqiptar dhe dojnë të na vjedhin Skënderbeun. Shpifin dhe shpikin që nana e tij është serbe, është një rrenë e madhe. Ajo është muzakashe. Ju flas me kompetencë sepse kam gjetë në gjitha analet, në gjitha skutat më të sheta të bibliotekave të Vatikanit. Është një puro shqiptare. Pastaj ne kemi këtu afër nesh një popull që ka pas shumë rajt përbashkëta me ne. Ka pas mbretërit e parë, i ka pas shqiptar. Karagjorgjët ishin shqiptar këllmenës. As sa Konti, francez, në vitin 1810, kur e qon Napoleon Bonaparte me iniciativën e tij për të kriju provincat ilirike, për herë të parë mas 1800 vjetë do rilinte Iliria, e qoj dhe u taku dhe me princin Karagjorgjin, dhe i foli shqip dhe marjazh i shkruan Napoleon Bonaparte, dhe kjo është letër. I shkruan që ato princat që takova Karagjorgjin dhe gjithë u bori ti flisnin gjuhën shqipe. Fatkesisht, gjanët morën ashtu si që dim, filloi një persekutimi pa parë ndaj shqiptarëve dhe ne kemi një gabim që kemi nga i herë memorin e shkurt. Harrojmë njerëzit tonë të shquar, harrojmë dhe njerëzit që na kanë bërë dëm.
Harrojmë ato që na kanë vrarë, na kanë prejë, na kanë sunu, dhe nga i herë kena atë zakonin ton të kanunit. Falim. Ne duhet falim, po jo hasmin. Jo kush na ka vra, kanë 200 vjeç që na vrasin, na presin, na zjerin nga trojet tona, dhe ne sot i lutin a që të na njohin, ne duhet i lutin atyre që na kanë bërë të 200 vjetë krimet ma monstruoze. 1721 qytetë dhe fshatra janë zhduk shqiptarët nga viti 1864 deri në luftën e parë botnore. Janë rreth 4 milionë gjysmë shqiptarë të hequr nga trojet e tyre të fillu nga qyteti Nish, që ishte vendlindja e Konstantinit Madh. Nish, qytet Nish i Shqipërisë. Kur flasim për Shqipëri, Shqipëria është ajo ku rre çdo zemër shqiptare. Nuk ka Kosovë pa Shqipni, nuk ka Shqipni pa Kosovë, nuk ka Shqipni pa Ilirit, nuk ka Shqipni pa Qamëri. Që nga Ulqini, që nga Novi Pazari janë gjithë troje shqiptare, pavarësisht se u kanë ndryshuar emrat, pavarësisht se toponimit kanë marrë një drejtim tjetër. Pra, nëse kemi një krah luftar që kanë dhënë jetën, që kanë paguar me jetën e tyre, kanë derë gjakun për tokën e tyre, dhe në krah tjetër kena zallansat e Miloševićit që udhëheshin ala vendin atje, ne s'kena pse kërkojmë paq pa kërku falje ato. Ato duhet të kërkojnë falje për gjithë krimet që i kanë bërë popullit tonë. I kanë vra sa herë kanë mund dhe i kanë përsekutu sa herë kanë mund. Unë mendoj që një faqe e re për gjithë vendin tonë, për gjithë Shqipërinë tonë, për gjithë Dardanin tonë, po lind. Brezi i ri po fillon formatsohet dhe po merr koshiencë për atë jena. Jena një popull që kena të ardhme, jena popull në themel, jena në gjenez, dhe do t'jena gjithmonë populli që do t'esim përpara, tjerë do i lejmë mrapa, në mënyrë të pa diskutueshme. Ju falenderoj edhe ju kërkoj ndjesë, ju majta gjatë. Mbrëmje të këndshme dhe lavdi dëshmorëve.